Babai i Ervis Martinajt, Mustafa Martinaj, është paraqitur sërish mëngjesin e kësaj të enjteje në ambientet e gjykatës së posaçme, duke vijuar përpjekjet e tij për të kërkuar drejtësi lidhur me fatin e të birit. Mbreti i Kumarit dhe një nga emrat më të spikatur të botës së krimit rezulton i zhdukur që prej muajit gusht të vitit 2022, pasi humbi kontaktet me familjarët dhe që prej asaj kohe nuk ka pasur asnjë informacion zyrtar mbi vendodhjen e tij. Kjo është hera e tretë që Mustafa Martinaj paraqitet në kuadër të procesit që po zhvillohet ndaj të birit të tij, pas kërkesës së SPAK për konfiskimin e disa pasurive, që sipas organit të akuzës nuk justifikohen me burime të lishme. Më herët, në deklaratat për mediat, Mustafa Martinaj ka pretenduar se ka dorëzuar në prokurorinë e Kurbinit koordinata të sakta dhe emra konkret personash, të cilët sipas tij mund të kenë lidhje me zhdukjen e Ervis Martinajt. Sipas tij, pavarësisht këtyre informacioneve, nuk janë ndërmarrë veprime konkrete hetimore dhe çështja është lënë pa zhvillime. Ai ka ngritur gjithashtu akuza se drejtues të strukturave të policisë kriminale ndër vite kanë pasur interes që ngjarja të mos zbardhej. Sipas deklarimeve të tij, të gjitha informacionet janë vënë në dispozicion edhe prokurorisë së posaçme, por që prej atij momenti, sipas Martinajt, nuk ka pasur më interesim për vijimin e hetimeve.